2 qershor, ju përshëndes. Ju falenderoj që ndiqni në YouTube kanal, ju lutem mbasi shikoni emisionin e sotëm, subscribe, abononi for free. Sa më shumë abonent, aq më e madhe mundësia e sponsorëve për të vazhduar me 2-3 edicione çdo ditë. Sot do ndalet tek fitoria e nacionalistit në Poloni, Karol Nawrocki. Çfarë bëri fitues të djathtën në Poloni dhe çfarë shembulli mund t'i japin Shqipërisë polakët me këtë fitore? Kandidati nuk është kryetari i partisë të opozitës. U përzgjodh nga partia, është 42 vjeçar, historian, boksier amator, u akuzuar për lidhje me krimin, të cilat i hodhi pash, por një person i cili haptas ishte kundër dominancës Bashkimit Evropian dhe Polonia të mos kthehej si vend sklav ndaj Gjermanisë dhe BE-s, burokratëve të tyre, i dha rëndësi vlerave kombëtare të polakëve, vlerat morale të katolicizmit polak, si dhe kundërshton antarësimin NATO të Ukrainës. Nuk e ka bërë krau tjetër. Në Poloni kemi një sistem ndryshe. Kryeministri në këtë radhë është nga e majta liberale, presidenti në hike ishte i djathtës. Pra ka president i cili nuk është si në Shqipëri që nuk ka asnjë forcë, por ndalon dhe kthen me veto ligjet, ndaj do të jetë Polonia do të jetë interesante, siç thuhet. E ka uruar më njëherë Viktor Orban, i cili e shikon si fitore historike. Ishte e zgjuar lëvizja e tij pro-Trump dhe është fitoria e parë e një kandidati mbështetur nga Trump. Nuk ka ndodhur në Kanada, nuk ka ndodhur në Australi, nuk ka ndodhur në Rumani, nuk ka ndodhur në Gjermani ku mbështet ARD-ja. Natyrisht nuk ndodhi në Shqipëri kur administrata nuk u pozicionua me opozitën tonë, por duke pasur ish menaxher në fushatës, nën teksi ishte i qartë. Karoli është 42 vjeçar. Përfaqëson Brezën e Ri. Ishte 1 muaj përpara zgjedhjeve në Shtëpinë e Bardhë. Këtu është Chelsea. Si u gjet mekanizmi që kandidati i opozitës polake i djathtës të vinte të merrte haptas mbështetjen e presidentit Trump. Nuk di se ka pasur një firmë lobimi. Natyrisht që rëndësia e Polonisë në krahasim me Shqipërinë është më e madhe. Trump e mbështeti duke thënë që në qoftë se nuk fiton kandidati nacionalist, unë do t'i tërheq 10.000 trupat ushtarake të amerikane nga Polonia. Në qoftë se kandidati fiton, do t'a mbështes. Ai fitoi 50.9. Pra gara ishte shumë e fortë. Po të bëjmë krahasim me Shqipërinë, Berlin nuk vjen zgjedhjet. E ka krijuar një sistem. Polonia ka dhe një ligj për të kontrolluar lobizmin, sepse funksionon lobizmi brenda Polonisë. Nëse kemi. Amerikanët e mbështeten përmes CPAC, Komisioni Politik Konservator, duke dërguar përpara zgjedhjeve një nga antarët e kabinetit zotit Trump, Noem, sekretarja Homeland Security, e cila ka qenë kandidate edhe për zëvendës presidente, po në finish Don Junior, djali problematik i Trumpit, futi J.D. Vance. Urimet kanë qenë për këtë fitore të Polonisë, që më në fund do të ketë vende që do të rezistojnë ndaj klasës burokrate të Bashkimit Evropian. E kam thënë që si frym era e zotit Trump do të vijë në Europë. Ky është rasti i parë, shembulli i parë, dhe pikërisht nga kjo lloj fitore duhet marrë shembull çdo forcë e qendrës djathtë, natyrisht edhe ne. Kam pasur të plot dje intervistën me ambasadorin John Bolton, i cili si zakonisht është në Focus TV. Ajo që më krijoi një bindje që Departamenti i Shtetit është i utuar.
nuk janë bërë emërimet politike me shumë ngadalësi dhe burokratët si Yuri Kim ose Yuri Kimsat and Company kanë frikë të pozicionohen sepse ndruen se mos bëjnë e gabim. Unë e pyeta haptas zotin Bolton që pse kemi këtë deklarat të mefsht, urojmë popullin shqiptar dhe partneritet me Shqipërinë. Dhe ai këtë më thënë tutuar. Por le të presim, tha, se si do të shpalosin gjërat, se mund të ketë diçka më shumë se kaq. Pyetja tjetër ishte që a ka forcë K Street. K Street është rruga e lobistëve që shpenzojnë miliarda dollar për të ndikuar, por më së shumti lobizmi në K Street është për të ndikuar në Senat, në Kongres për ligjet për korporatat. Përsa e përket vendeve të huaja, lobizmi bëhet, siç më tha ambasadori, përmbes ambasadave, sepse departamenti me ata i mban lidhje. Dhe sa më i zgjuar ambasadori që ke, aq më e madhe mundësia të ndikojë. Shqipëri. Ndikojnë departament. Varet emri lobistit dhe varet kush është në zyrë, por në departament lobistët kanë lënë shije të keqe dhe lënë shije të keqe. Ndërsa vende ndryshme janë përballur me faktin që kanë paguar tarifa shumë të mëdha pa rezultat. Mënyra se si Karol Nawrocki fitoi dhe si erdhi në Shtëpinë e Bardhë tregon interesin që ka Polonia për këtë vend. Domethënë interesimi ka ardhur nga këtu, por fakti që Komisioni Politik Konservator shkoi gjatë fushatës, pati një veprimtari dhe mori me vete një sekretare departamenti, tregon që këto janë rrugët që dhe djatha të ketë sukses. Nuk është vonë. Nga ajo që unë kuptoj, departamenti do të jetë i ftohtë me Ramën. Mos u keq gaboni nga disa mesazhe, edhe pse ambasada ka futur një paragraf të një shkrimi të një diplomati i cili është me gradë këshilltar tek Byroja e Drejtave të Njerëzit, kur në fakt fliste për zgjedhjet në Gjermani, për lirinë fetare në Gjermani dhe në Britani, por fakti që ambasada shqiptare e ripostoi këtë paragraf të postuar në faqen e departamentit, është mesazhi i dytë. Në Amerikë thuhet third strike you're out. E treta, gabimi i tretë, nuk do ta pranojnë 886. Ndërkohë, nga informacionet që kam, Rama po orvatet shumë për një vizitë. Mbase do ta ndihmoj mediokri Kushner. Nuk është aq e lehtë, por me Trump askush nuk parashikon. E kam pyetur ambasadorin Bolton që Rama e ka ofenduar, e ka sharë, i mban mend Trumpi është inatçi, mban mend dhe nuk e harron kush e kanë sharë. Por në qoftë se i përulesh dhe i gjunjëzohesh, Trump pëlqen këtë lloj lajkesh dhe pëlqen të të shikojë se si të poshtron. Natyrisht e kam thënë, Trump ka alergji, Soros socialist. Ky është fati ynë. Lidhjet me SPAC-un, me Komisionin Politik Konservator, me personalitetet djathës amerikane, do të mundsonin që edhe në Shqipëri të zhdukej vazhdimi i Partisë Punës 30 vjeçare. Ja kam kërkuar këtë mendim ambasadorit Bolton, i cili kryeson një super PAC politik gjithashtu për konservatorët neokonservatorë me $60 milion. Ndihmon kongresmen, ndihmon senator. Do të ishte diçka e zgjuar që një grup nga më të votuarit e demokratëve të vinin fizikisht në departament.
sepse dhe këtu media ka problemet më dha. Media e majt, e cila kanë pi 51% votuesve, sepse presidenti Trump është e 42% i aprovimi punës ti, vepron me stilin e pravdës. Propagandë, urrëtie e madhe ndaj zotit Trump, dhe ka një përçarje tani me largimin e Musk. Trump dëgjon shumë media, ne kam thënë Bill O'Reilly, Hannity, Tucker Carlson, heqin këtë dojnë, vën këtë duan. Është dikush në internet, Lumer, një fytyrë karagjoze e cila ndikon, ka hequr me 10 vet nga administrata, një fjalë e saj, ndikon te Trump. Përplasje e madhe ka ardhur me kreun e NASA-s, i cili do të ishte njeriu që kishte përzgjedhur Musk, por me sa duket shtëpia bardhë do ta tërheq. Do të rrim kontakt. Dhe njerë, subscribe, abonohuni free te kanal YouTube. Sa më shumë abonent, aq më madhe mundësia për të zgjeruar. Thank you. Kudo në Shqipëri.